Spaku le të bëj çfarë të doj, Spaku duhet ul kokën dhe të shikoj se çfarë ka bërë, të kthehet në retrospektiv. Atë mos u mërzisim pse u lirua Berisha. Faleminderit. Avokati kryetarit të Partisë Demokratike Genzio Kutaj shkruan se disa deputetë të Partisë Demokratike, të cilët u rikthyen si të penduar, po tentojnë të ariazjesojnë Berishën. Në një status në faqen e tij në Facebook, Gjokutaj paralajmëron se përballja me ta do të jetë fizike dhe jo online si deri dje. Dr. Berisha e solli Partinë Demokratike në jetë pas një komë artificiale të shkaktuar nga armiqtë e saj. Sot armiqtë e dikurshëm të Partisë Demokratike të penduar, por të paguar dje dhe sot nga Rama, po përgatiten të riazjesojnë PD-n dhe Berishën. Disa prej tyre dhe deputetë e Partisë Demokratike nesër të klonuar nga Rama. Ata janë shfaqur me emër dhe mbiemër ndaj betejë me ta sot është më e ashpra, sepse do të luftohet fizikisht dhe online si dje. Nuk mund të largojmë shtëpimtarin ton, por antedatorën ndaj tij, qofshin burra, gra, gay apo lesbike. Lufta është e shpallur, shkruan Gjokutaj.